Në fakt, në mënyrën që janë prezentu partitë opozitare, jep me kuptu që nuk do t'i kenë asnjëri prej tyre. Po njëkohësisht kemi edhe deklaratën e zotit Konjuca, i cili thotë që nuk janë pretendent për këtë pozitë, ndërsa kemi Vjosa Osmanin, e cila po lufton kogja fort në ato që ka po shihet, jo vetëm me deputet caktuar, por njëkohësisht po del edhe si një lloj fushate. Sot kishim atë rastin kur në takime me qytetarët, ju thot qytetarët që nuk do të shoj pe në këtë drejtim, kështu që në një farë mënyre pa u rregullu, do të spari për vetëvendosja nëse ka atë elementin e parë dëshirës ta ketë Vjosa Osmanin, ne nuk mund ta quajmë fare si mundësi pastaj që të votojnë edhe ose të mbesin sallat e partitë opozitare për Vjosën. Kështu që paraprakisht unë mendoj që më shumë më afër kompromisit, një lloj konsenzusit mund të jetë Vjosa se sa edhe vetë Glauku. Sa i përket